zgjedhor, ne do të hymë në një proces ku do të bëhet betimi i deputetëve, do të krijohen institucionet e kuvendit, do të zgjidhet edhe përfaqësuesi i listës serbe në paket, ashtu siç ka qenë e përshkruar edhe në kushtetutë. Dhe pastaj çka do të ndodhë? Zoti Kurti do ta bllokojë procesin e zgjedhjes së presidentit. Për shkak që nuk ka kur fare arsye zoti Kurti që ta bëj zonjën Osmani pra presidente. Do me thënë, logjika e tij nuk e pranon. Nuk e don. Nuk e don. Dhe çka do të ndodhë pastaj? Do të kemi Albulena Haxhiun ushtruese detyrat e presidentes, do të kemi prapë edhe një cikël zgjedhor, dhe prapë zoti Kurti do ta mbajë në kontroll ashtu siç don vetë. A ka mundësi vetëm të nisemi prej një nocioni? Hajde ta diskutojmë një ide. A don zoti Kurti që të ketë institucione të shëndosha në Kosovë? Mire, të çka don zoti Kurti? E tash, zoti Kurti do anarkie, do atë Republikën e tretë. Zoti Kurti do të vijë deri në një pozitë ku brenda 6 muajve 2 antarëve të gjykatës kushtetuese i përfundon mandati, që të mos ketë asnjë instancë e cila ja sfidon autoritetin e vet. Domethënë, logjika e tij autokratike nuk pranon ndarje të